Me që e përmendë këtë temë, gjithsesi është tek tema kancerit qafës së fëmijës, por ka shumë ankesa dhe shumë raste të grave që kanë probleme me cista të lehta, të cilat shpërthejnë dhe kalohen lehtë me terapi dhe cista të cilat duhet të operohen. Që kjo që e përmendë, domethënë këto nuk janë kancerogjene, domethënë që ato cista për shkakun, domethënë cistat me endometriozë, ose që ato cistat çokoladë që fitojmë na, domethënë këto nuk janë cista kancerogjene, po dëmtojnë, domethënë shkaktojnë dhimbje shumë, edhe te dhimbjet gjatë ciklit, edhe mund të më shkaktojë edhe çrregullime cikli, dhimbjet e barkut edhe kështu, dhimbjet gjatë marrëdhënieve, edhe dëmtimin e vezoreve, me kalimin e kohës, domethënë mund me pas edhe dëmtimin e vezoreve, saqë këtë operanti, domethënë është shumë një pjesë e vogël e vezores e cila ka mbet shëndosh për shkak asaj që cista ka qëndru për shkak një kohë gjatë. Po jo të gjitha, domethënë në anën pozitive me një farë, jo të gjitha duhen me një farë mënyrë domethënë më operu, se ka cista që janë vetëm me ujë, edhe shumicën e rasteve ato shpërthejnë në mënyrë spontane gjatë ciklit. Ka cista që janë të mushme pak me gjak, aty ne duhet ndoshta më dhënë edhe terapi me kontraceptiva ose tjera, edhe ka që to cista për shkak që tash janë për shkak me si endometriozë, për shkak që dermoide tjera apo, ama jo të gjitha cistat domethënë është patjetër më operu. Po,